Zoti Roy, çfarë do të thotë vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë dhe çfarë prodhoi në vetvete kjo vizitë, qoftë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por qoftë edhe për vetë botën? Po siç e kemi thënë më parë në këtë podcast dhe e kam thënë edhe në intervista të tjera, ajo që ka ndodhur është që sistemi ndërkombëtar është në periudhën e madhe të ndryshimit, mund të themi me plot gojë që ka ndryshuar. Raportet e forcës janë duke u përcaktuar në një farë mënyre, por ajo që është tani më e qartë është që bota ka hyrë në një moment të ri. Sistemi ndërkombëtar ka hyrë në një moment të ri dhe vizita e presidentit Trump shërben për të përvijuar konturet e këtij sistemi të ri ndërkombëtar dhe për të përcaktuar se ku do të jenë kufijtë e gjithë secilit. Zakonisht vizitat e mëdha shtetërore, sepse ishte një vizitë shtetërore, nuk kanë të bëjnë shumë me atë çka thuhet, nuk kanë të bëjnë shumë me atë që pompohet, me pompozitetin apo me pjesën e dukshme të vizitës, por kanë të bëjnë me qëllime të mirë përcaktuara të dyja palëve, të cilat përpiqen që ti lehtësojnë punën vetes në sistemin e ri ndërkombëtar, ose të gjejnë një gjuhë të përbashkët për probleme të thekshme të këtij problemi, të këtij sistemi në këtë moment. Unë mendoj se agjenda amerikane ndër të tjera mbarte nevojën që kishin Shtetet Bashkuara të Amerikës për të krijuar, për të përvijuar rolet në përbot, në rajone të ndryshme të botës, përfshirë edhe lindjen e mesme. Ndërkohë që nga ana e Kinës kishte dy lloje agjendash. Agenda ndërkombëtare e Kinës është që tani më Kina njihet si një nga lojtarët kryesor të sistemit të ri ndërkombëtar, pra nuk është më Kina pasive, Kina që nuk kërkonte, po që rrinte në hije dhe mblidhte forcën e vet. Tani më kemi një Kinë e cila vendos veto, kemi një Kinë e cila kërkon të ruaj ndikimet e vet, ndikimin e vet në sistemin ndërkombëtar dhe së brendshmi presidenti kinez Xi Jinping mori atë që është shumë e rëndësishme për të, nuk besoj që flitet aq shumë për këtë pjesë të politikës së brendshme kineze, sepse kishte nevojë për një rilegjitimim, siç e kam thënë dhe më parë këtu, Kina është duke ndërmarrë disa reforma jashtëzakonisht shumë të thella ushtarake dhe nuk dihet se kush po hiqet nga vendet drejtuese, po janë të paktën 20 general të cilët janë pushuar nga puna dhe në asnjëri nga korpuset e Kinës nuk drejtohet nga një komandant i përhershëm, i caktuar me anë të procedurave të Partisë Komuniste Kineze. Shumë pak kanë mbetur, të tjerët janë të gjithë zëvendësues të atyre që kanë ikur dhe ka disa muaj që nuk po zëvendësohen. Pra kjo flet edhe për një tension të brendshëm brenda Partisë Komuniste Kineze dhe vizita e presidentit Trump dhe ajo që presidenti Trump tha për homologun e vet, presidentin Xi Jinping, I jep një dorë shumë të madhe në politikën e brendshme. Pra, këto vizita dypalëshe shfrytëzohen sa për sistemin ndërkombëtar, ashtu dhe për konsum të brendshëm. Me këtë vizitë, presidenti amerikan Donald Trump I jep një dorë më shumë Kinës në arenën ndërkombëtare apo e frenon atë nga ekspansioni I saj ekonomik dhe gjeopolitik? Unë nuk mendoj që shtetet e mëdha kanë në dorë që të vendosin se kush mund të ulet në tryezë, po t'ishte për shtetet e mëdha, askush tjetër nuk do të ulet në tryezë përveç tyre, sepse sistemi ndërkombëtar është ndërtuar në mënyrë të tillë që të gjitha shtetet ruajnë interesin e vet deri në fund dhe çdo që ka një pozicion hegemonik nuk kërkon që të lejoj të tjerë të ulen në tryezë për të marrë vendime, por përpiqet që ta ruajë hegemoninë. Pra, në një farë mënyre, vizita e presidentit Trump është një njohje e rëndësisë që ka tani më Kina në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare. Nëse do ta kishte dëshiruar këtë qeveria amerikane apo jo, në këtë pikë ku jemi ka pak rëndësi,
këto janë faktet, ky është realiteti. Realiteti është që vizita ja njeh një rol pak a shumë të madh Kinës në sistemin ndërkombëtar. Çfarë po ndodh në lindjen e mesme mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit, teksa duket se nuk ka negociata dhe zhvillime konkrete për të arritur një marrëveshje, dhe ndërkohë ngushtica e Hormuzit mbetet nyja gordiane në këtë rast, dhe ajo që po prodhon dhe mban në këmbë këtë krizë? Ka një tendencë për t'i parë gjërat vetëm në sipërfaqe, dhe është një tendencë njerëzore në fakt. Pra, shihet se çfarë po ndodh dhe përpiqen shumë kush në rrjet dhe nëpër media të bëjnë analizë sipërfaqësore, ajo që duket si e ndikon realitetin. Mirë, po ka shumë gjëra që janë të padukshme dhe ka shumë gjëra që duhen analizuar me shumë kujdes në situatën e lindjen e mesme, sepse ka disa plane të ndryshme të analizës. Nga pikpamja e madhe gjeostrategjike, raporteve midis shteteve të mëdha, është e qartë ajo që duket se do të bëj presidenca Trump, që është që të izolojë Iranin me anë të marrëveshjeve dypalëshe si me Kinën ashtu edhe me Rusinë, duke lëshuar pe në pika ku Kina dhe Rusia kanë interesa jetike për të përfituar mundësinë që të mos ketë mbështetje për Iranin. Ky është një lloj vështrimi i situatës, por ka disa plane të tjera, sepse Irani nuk është një vend i cili nuk ka resurse, i cili nuk ka fuqi. Pra Irani ka grumbulluar fuqi për të qenë një fuqi të paktën e mesme, ka një ushtri e cila sipas raporteve të shërbimeve të inteligjencës amerikane ka ruajtur 70% të kapacitetit goditës me raketa, ka një fuqi e cila pavarësisht se janë goditur hyrjet e tuneleve, tunelet nëntoksore vazhdojnë të ekzistojnë dhe mbi 75% të hyrjeve janë rihapur deri më tani, pavarësisht shkatërrimit masiv të infrastrukturës dhe të ushtrisë dhe marinës, qeveria iraniane mbetet në kontroll, nuk ka humbur kontrollin e situatës dhe ka dhe ajo zërin e vet në këtë konflikt. Pra, në këtë plan nuk shërben shumë një marrëveshje me Kinën apo me shtetet e tjera përreth, përsa kohë që Irani ka interesat e veta të cilat po i ruan dhe po përpiqet t'i çojë përpara. Në një plan të tretë është dinamika rajonale, ku hyn Izraeli, hyn shtetet e Gjirit Persik, hyn Arabia Saudite, të cilat hyn Turqia dhe ndonjë shtet tjetër përreth. Janë dinamika të cilat janë shumë palëshe. Turqia ka një aleancë për shembull me Katarin, Izraeli ka një aleancë me Emiratet e Bashkuara Arabe, e ka Jordanin praktikisht si një koloni të vetën, e të tjera ka një marrëdhënie të kuptimit të ndërsjellë midis Egjiptit dhe Izraelit. Pra, ka Arabia Saudite ndërkohë po përpiqet që ta kthejë lindjen e mesme në një vend ku bëhet biznes, ashtu siç vendet e Gjirit. Pra, ka disa përpjekje të cilat shkojnë nga shumë anë të ndryshme. Kemi Kuvajtin, kemi Omanin, që është një vend me shumicë shiite, që është sulmuar, po jo aq shumë sa të tjerët, ndoshta ka afërsi më të madhe me Iranin, kështu që këto aleanca të ndërsjella luajnë rolin e vet. Ajo që duket qartë në pamje të gjerë është që Irani ka një strategji të qartë, e cila bazohet pikërisht tek objektivat që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli dhe shtetet e tjera për rajonin. Ata e shohin rajonin si një vend për të bërë biznes, dhe mënyra për të kundërvënë kësaj strategjie është që të prishet vendi ku bëhet biznes. Pra të prishen këto premisa, duke u prishur premisat e bërjes biznes, duke u sulmuar energjia e vendeve të Gjirit, duke u sulmuar resurset e naftës, duke u sulmuar resurset e Shtetet Bashkuara dhe Izraelit në vendet e Gjirit, prishet strategjia dhe bëhet e pamundur arritja e objektivave të kundërshtarit. Irani ka dhe një avantazh tjetër, që nuk ka nevojë të fitojë. Irani ka humbur luftën ushtarakisht, nuk ka nevojë të fitojë,
por ka nevojë vetëm të mbijetojë dhe mbijetesa është fitoria e Iranit sepse i ul prestigjin një fuqie të madhe siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lejon gjithkënd tjetër që shes, sepse duhet kuptuar që njëra nga pjesët e fuqisë të një fuqie të madhe nuk është thjesht aftësia për të bërë diçka, aftësia për të ndërhyrë, por është edhe frika që kanë aktorët rajonal nga ndërhyrja e shtetit madh. Në qoftë se frika zvoglohet edhe sasia e fuqisë së një aktori të madh. Gjithsesi ky është ende një teatër në vlim e sipër. Asgjë nuk është vendosur, asgjë nuk ka mbaruar, asgjë nuk ka përfunduar dhe unë do të thoja që as vizita e presidentit Trump në Kinë nuk duhet marrë si shablon. Le të mos harrojmë që shumë pak para luftës së dytë botërore pati një marrëveshje shumë të madhe, shumë të pompuar midis von Ribbentropit dhe Molotovit, ku Gjermania dhe Bashkimi Sovjetik zotoheshin që kurrë mos sulmonin njëri tjetrin. Shumë pak kohë më mbrapa çështjet rrodhën krejt ndryshe. Pra, le të mos i shohim gjërat thjesht në aspektin sipërfaqësor, po të përpiqemi që të shohim një analizë më të thellë. Në këtë rast, duke mbetur mes Amerikës dhe Iranit, vetë presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani do të ketë kohë mjaft të këqija nëse nuk arrihet një marrëveshje. Në këtë rast, me këtë lloj deklarate, si mendoni, do të kemi një rikthim të luftimet dhe një përballje siç e pam ato të fundit, apo këto janë retorika politike që përdoren në kuadrin e arritjes së një marrëveshje ose kërcënimeve të ndryshme, po themi përmes propagandës politike? Shikoni, lufta nuk ka përfunduar kurrë, ka një armë pushim i cili nuk është tamam armë pushim, është një armë pushim që palët ja kanë vendosur njëra tjetrës, por lufta nuk ka përfunduar, sepse përballja me ngushticën e Hormuzit, ku njëra palë ka bllokuar tjetrën dhe pastaj tjetra riblokoi naftën e palës tjetër, është pjesë e përplasjes, është pjesë e luftës. Sipas Van Clausewitzit, generalit famshëm që ka shkruar një libër për këtë punë, lufta është vazhdim i politikës me mjete të tjera. Pra, ne jemi ende mu në qendër, mu në mes të luftës. Ndoshta janë zhvogluar numri i bombave që bien në njërin krah apo tjetrin, por kjo nuk do të thotë që lufta ka përfunduar. Kjo ishte pika e parë. Pika e dytë, pra nuk flitet më për rikthim të luftës, po flitet për vazhdimsi, për luftë të nxehtë apo luftë thjesht bllokuese, siç jemi për momentin. Të dyja palët kanë avantazhe në xhep, të cilat mund t'i përdorin, por nuk duan t'i përdorin.